duhet kemi një reformë territoriale që të ketë dakordsinë e mazhorancës dhe të opozitës, dhe ndërkohë duhet të organizojmë dëgjesa në të gjitha ato njësi vendore të cilët kërkojnë për të ndarë, por edhe në të gjitha ato njësi vendore të cilët kërkojnë për të ngelur në ato statu quo që kanë, për të ngelur një bashki dhe jo për të bashkuar me një bashki tjetër, pra për të qenë, po themi, një bashkim mekanik. Pra, kjo është koncepti që ne duhet kemi për shtetin vendor. Pra, duhet kemi më shumë bashki dhe jo si tenton, po themi, Partia Socialiste dhe kryeministri për të patur bashki të centralizuara dhe ndërkohë për të qenë zgjatimet të qeverisë dhe jo për të qenë shërbim të qytetarëve. Zotim Ziu, më lejoni t'ju pyes. Gjithmonë kur merren vendime, ka një anë të mirë, po ka edhe një anë të keqe, apo jo? Pra, nuk janë vendimet radikale, në kuptimin që ka gjithmonë dy mënyra për t'i parë ato. Marrim shembullin se numri i bashkive do të shtohet. Automatikisht do të shtohen edhe numri i punonjësve, po themi, apo jo, të cilët punojnë në këto bashki. Dhe sa e vështirë është në thelb që të ruhet depolitizime? Shpjegohet një çështje shumë të rëndësishme. Pra që do thotë që kur rritën numri i bashkive, rritet edhe numri i punonjësve, por ka ndodhur e kundërta, unë po jap vetëm një referencë. Në vitin 2014 ne kemi patur gjithsej 17.000 punësuar dhe kishim 373 njësi vendore. Pra që do thotë që kishim një mesatare, diku ke 11 deri në 12.000, po themi, banor për njësi vendore, por ndërkohë kishim edhe të punësuar një numër të kufizuar. Dhe kauza në vitin 2014 ka qenë që të ulim numrin e fuqisë punëtore, pra të kursim buxhetit shtetit $80 milion, dhe përpasoj të rritet shërbimi i qytetarëve.